Trajneri I skuadrës së Trepçës, coach, as the series were tough, tonight also it was a tough game. Prishtina didn't give up, but still couldn't get the lead. I guess tonight your team managed better game than the game before here. Yeah, actually, we supposed to win that game. We lost on the overtime, and we played really bad in the second half. You know. This time, I think we control the game all the time. I'm very sorry that we are making these simple mistakes. You know, I really hate when you make these stupid things. You know, and we will speak with the players about. So don't make stupid things. Coach, comparing game by game, is your team better now? Is your form better? And what do you think that before the finals? I think that we are getting better. That's my person as a team. We have problems with some players that we have nothing contribution from some players and zero. Even if you give them minutes, they're supposed to play much better for the minutes that you give them. Not to scoring. The problem is that they don't know what is the basketball. It's not about scoring. It's about knowledge. Again, we spoke the last time. You know when to shoot, when to pass, when to penetrate, when to play defense, when you can cheat in defense at all. So I hope that we will, watching the videos, solve that problems. But generally, as a team, I think that we are getting better. Coach, I'm not keeping anymore. Thank you very much, and see you in finals. Inshallah. Thank you. Atëherë ishim me trajnerin Adis Beqiragi, që tha që për dallim me ndeshjen e kaluar në Prishtinë, të cilën duhej ta fitonim, por kemi luajtur shumë dopt, sonte luajtëm më mirë dhe në çastet vendimtare kontrolluam më mirë disa gjëra dhe tha arritëm edhe që të e marrim fitoren, por tha në disa momente po I bëjmë disa gabime me të cila nuk jam as pak I lumtur dhe duhet I përmirësojmë definitivisht këto gjëra. Gjithashtu e pyeta se nëse skuadra e tij ka luajtur më mirë ndeshje pas ndeshjes, tha që mendoj që tani më luajtëm ndeshje më të mirë, gradualisht pra e përmirësuam performancën, por pati kritika të ashpra edhe kësaj radhe për disa lojtarë. Individualisht tha që nga disa lojtarë nuk po marrim asgjë, edhe nëse I jap minutazh, ata nuk po shfrytëzojnë atë minutazh dhe nuk ka të bëjë me asgjë përpos me njohurit për basketbollin, pasi nuk po dinë kur të shutojnë, nuk po dinë kur të depërtojnë, apo ndoshta edhe në mbrojtje në disa momente të luajnë mbrojtje pra në disa momente. Pra këto ishin fjalët e trajnerit Adis Beqiragi, që të nderuar shikues kaq nga kjo ndeshje. Unë ju falenderoj për vëmendjen, sonte ju uroj një natë të mirë, ndërsa shihemi në finale.